Në kohën që muslimanët u ngritën lart me fenë Allahut Azza wa Jall, arritën prej atje të fillimi deri në Maje, deri në Spanjë, deri në Andalus. Arriti Islami në Andalus, në Spanjën e sotme dhe në Portugalin e sotme. Dhe në këto vende lulëzoi Islami, dhe në këto vende thirrej ezani, dhe në këto vende falej namazi, dhe në këto vende lexohej Kurani, dhe në këto vende zbatohej ligji i Allahut Azza wa Jall. Filloi Andalusi që të lulëzon me fenë e Allahut Azza wa Jall. 800 vite në Islam. Spanja dhe Portugalia, 800 vite në Islam. Kur ishte në kohën e lulëzimit, ishte një shtet Islam. Kur ishte në kohën e dobësisë, të cilin e rrëzuan jo muslimanët, Andalusi, i njëjti Andalus ishte shndruar në 23 shtete islame. Kur ishte një shtet, ishte ndryshë. Kur u bën 23 shtete, ran një nga një, deri sa në fund, ra edhe shteti i fundit. E ne kur prej një, do të bëhemi 23, nuk do të ketë mundësi që të ecim para. Me lexu historinë të cilën e kanë përshkruajt historianët e tyre. Çfarë veprime dhe çfarë dhune kanë ushtruar kundër muslimanëve të Andalusit, ti do ta lajsh atë libër dhe atë histori me lotët e tua. Mirë, po pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur kur ne jemi përçajt dhe kur ne safat tona i kemi ndajt. Dhe ne kur vlla me vlla kemi pas urrejtje, kur ne vlla me vlla kemi pas xhelozi, kur ne vlla me vlla nuk kemi qenë në gjendje që ta hapim zemrën, kur ne vlla me vlla kemi arrit deri në atë shkallë që njëri tjetrit mos t'i japim selam.